Që prej fillimit të luftës në Iran më 28 shkurt, çështja e energjisë është rikthyer në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Vendimi i Teheranit për të kufizuar ndjeshëm transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme të furnizimit global, ka shkaktuar ndërprerjen më të madhe të furnizimit me naftë sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Kjo situatë ka tronditur tregjet dhe ka detyruar qeveritë europiane të rishikojnë varësinë e tyre nga lëndët djegëse. Në kërkim të zgjidhjeve të qëndrueshme, Evropa po shqyrton jo vetëm energjitë e rinovueshme apo ato bërthamore, por gjithë më shumë po i kushton vëmendje një teknologjie tjetër ende në zhvillim, energjisë së bashkimit bërthamor. Ndryshe nga ndarja bërthamore e cila çliron energjinë duke ndarë bërthamat e rënda, bashkimi gjeneron energjinë duke bashkuar bërthamat të lehta. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bashkimi ka potencialin të prodhojë shumë më tepër energji për njësi karburanti, të mos lëshojnë fare emetimet CO2 dhe të mos krijojnë mbetje radioaktive afatgjata. Për më tepër, konsiderohet më i sigurt dhe më i parashikueshëm se burimet e tjera të energjisë. Megjithatë, kjo teknologji mbetet ende e paarritshme në shkallë komerciale, pasi krijimi dhe kontrolli i një reaksioni të bashkimit kërkon sasi të mëdha energjie dhe teknologji të avancuar. CEO i Proxima Fusion Francesco Sciortino beson se energjia e bashkimit mund të bëhet një nga shtyllat e sigurisë energjetike të Evropës në të ardhmen. Ai thekson se kompanisi duhet të ndërtojë vetëm një pajisje të fundit testuese, të quajtur Alfa, përpara se të kalojë në zhvillimin e centralit të parë të vërtet komercial të fuzionit. Alfa do të shërbejë për të provuar nëse prodhon më shumë energji nga sa konsumon, një kusht thelbësor për çdo reaktor të ardhshëm funksional. Pajisja është aktualisht në prodhim dhe pritet të vihet në punë në fillim të viteve 2030. Në të njëjtën kohë, Proxima Fusion po punon për projektin tjetër ambicioz Stellaris, i cili synon të jetë centrali i parë komercial i energjisë së bashkimit në botë. Ai do të ndërtohet në vendin ku ndodhej dikur centrali bërthamor në Gjermani, i cili u mbyll përfundimisht në vitin 2023. Kompania synon që Stellaris të hyjë në funksion në vitet 2030, duke shënuar një pikë these të mundshme në historinë e energjisë europiane.